nuk kam arrit ta kuptoj pse Shqipja e përshtatur për këngën rinte më mirë. U rinte mirë, bravo. U rinte më mirë. Dhe tani sigurisht sa thonë nga dialekti, domethënë dialekti jo, nuk paktën për këto këngët mund të ketë ndonjë arsye tjetër, nuk e di, nuk jam në gjendje, por sigurisht që ne kemi këngëtar të mëdhenj, pa asnjë diskutim. Patjetër. Fakti që dhe të them të vërtetën, edhe motivi i këngës më pëlqen shumë. Motivi. Unë do ke parasysh një nga ose lloji i këngës, një nga shkaqet arsyet që unë dëgjoj këngë, se unë pëlqej lirikën Tazam. Dhe lirika më e bukur e gjen te këngët. Lirikën më të bukur të njeriut e ke në këngë. Dhe unë jam pasionuar pas leximit, por Tazam po marr leximin e poezisë. Lexoj edhe tani lexoj poezi, po të them të vërtetë që jam kështu i real, lexoj edhe për të mbajtur memorien. Domthon ushtrimin tim për memorien e bëj me poezi. E bëj me poezi. A më ndihmon as më nuk e di. Po e mban mend. Po sigurisht. Është rezultative. A më ndihmon apo s'do, po unë besoj se më ndihmon. Edhe unë nuk lëshoj, nuk heq poezi. Përveç se e dua, por krahas kësaj, besoj se edhe më ndihmon të më mbaj memorien, bëj provën me te. Koha ka treguar se ka ndihmuar. Ushtrim, e the bukur, bëj ushtrim për të ruajtur memorien. Ama në këtë aspekt nuk do ishte e plot vërshimi yt drejt lirikës, po të mos ndëgjosh këngët dhe po të mos lexosh këngën. Më të bukurat janë normal plotëson në tjetër. Te këngët janë më të bukurat. Po vjen edhe grackën e ritmit tjetër se kohë si jetojmë, muzika ka ndryshuar për shkakun që ti ta gjesh veten të kap, më thonë za gafil, duke pëlqyer një këngë e cila ka muzikën e bukur, po teksti ndërkohë ka skandal. Ka ndodhur ndonjëherë? Tani i shoh ato çështje, ndodh ajo. Por koha do më thënë, nuk do thot se je gjithë në kreshtën e kohës. Unë besoj që ato përgjithësa koha i pranon. Ecim me kohën. Jo, shiko, tani është një muzika ka tregun. Po. Tregu është një tregues, është një tregues shumë i rëndësishëm i saj, jo i vetëm. Pra, s'pëlqet nga ti, po kjo nuk do thotë që ajo është nuk ka vlerë, po. Jo, është gustosh fund fare. Çështje gustosh, çështje. Është një këngë për shembull, o moj Serbi, o morin ta prisha, ose më thonë o Sali Berisha. Çfarë vjen kur e dëgjon këtë këngë? Për shembull. E dëgjoj se këngë normal. E kanë dëgjuar gjithë Shqipëria. Atë pëlqej fillimisht. Jo, nuk do të thënë. Me gjishëm ke lirikat. Dhe me thënë, bëhet qefi që bëjnë këngë, që dedikojnë këngë? Jo, nuk më bëhet qefi. Nuk më bëhet qefi se e ka një lloj domethënie që është pak ekstreme, si jashtë toksore. Është pak ekstreme. Unë preferoj të jem toksor. E ku ka më mirë. Po.